në komponentin e parë, që është zgjedhjet e lira, ne kemi pasur ka herë, gjithë kohës, probleme për çështjen e zgjedhjeve të lira. Por së paku në gjykimin tim unë mendoj që ne jemi një vend me diku 1.5 milion votues të regjistruar, po themen. Nga këta 1.5 milion që votojnë, akoma nuk e dim. 1.5 milion po marrin në total që votojnë. Kanë mbaruar zgjedhjet më tepër se një muaj dhe KQZ akoma nuk ka raportin e pjesëmarrjes votimi. Okej. Nga këta 1.5 milion, që realisht jemi një vend i vogël me pak votues, gjysmat i kemi këshurin, gjysmat e tjerët i kemi krushqi. Dhe gjysmë në administratë. Kështu që sa të lirë jemi se cili prej nesh për të votuar në funditës. Sa të lirë janë njerëzit për të votuar, në vendet të vogla si puna jonë, demokracia duhet të ketë një standard të jashtëzakonisht shumë të lartë që të mos kemi asnjë interes tjetër veç interesit programor të një partie. Si në Kosovë, për shumë. A i kemi ne interesin programor të një partie? Si në Kosovë, që janë dhe më shumë se ne dhe votojnë shumë më keq. Jo, janë shumë pak se ne. Dhe janë më shumë pushuri se sa ne. Po ndërkohë që ka dhe votojnë shumë më mirë se ne. Ka alternativa më shumë se në Shqipëri. Sepse edhe në raport, në fakt, polarizimi është një nga pikat që ishte problematik e jashtëzakonshme. Pra ne kemi o këndej, o andej. Në Kosovë, është tjetër, me që më fute Kosovën, edhe unë përmend lirim si parametrin e parë dhe fakte që nuk kemi të lirë se jemi kushuri dhe kemi presion ke njëri tjetrit. Liria është një koncept në Shqipëri i cili nuk lidhet me lirim programore. Jo, pra dhe në Kosovë janë kushuri, janë më pak votues se ke ne dhe janë më të lirë. Por ndërkohë, thashun, situata politike në Kosovë, partijake në Kosovë, nuk ka lidhje me situatën tonë. Ne kemi një polarizim të tejskajshëm, të cilën e shfaqi edhe raporti. Pra ndryshon njëra situatë nga situata tjetër. Për sa i përket a janë të ndershme apo jo, edhe raporti në fakt e shfaqi që gjatë ditës së zgjedhjeve nuk është se pati incidente të mëdha. Ka pasur komisioner, ka pasur numërim, edhe numërimi prapë nuk tregojnë ndonjë diferencë të madhe, edhe pastaj shkojmë tek pika a janë të barabarta apo jo. Video që po transmetohen të marra nga qenët e votimit, nga KQZ. Tani po flasim për atë që tha komisioni apo po flasim për atë që transmeton PD-ja? Okej, e diversifikojmë po deshe, po. Po videot por atë që tha komisioni foli për këtë gjë. Po ju shikoni videot. Dhe ndërkohë, pastaj kur shkojmë tek çështja a janë të barabarta, a nuk janë të barabarta, po patjetër në qeveria është absolutisht në avantazh, është parti shtet, është në avantazh të përdorimit të administratës, por nga ana tjetër ka një dezavantazh shumë të madh, që fillojnë që ditën e parë, që në 2013, që Rama ka qenë në qeveri, që është dezavantazhi i konsumimit, i cili në fakt, edhe me avantazhin e madh të administratës, nuk reflektohet në përfundimin e rezultatit të zgjedhjeve. Mandi. Tash këto tre komponentët që përmendi